Parashikimi i motit si do të vijojnë të jenë temperaturat përgjatë ditës. Kushtet meteorologjike për ditën e sotme në Shqipëri parashikohet të jenë të ndryshueshme në rajone të ndryshme të vendit. Temperaturat do të variojnë nga vlera më të ulta në mëngjes dhe mbrëmje me mesatare të përgjithshme që lëvizin rreth 7 gradë Celsius deri në 17 gradë Celsius orët e mesdites. Pjesa më e madhe e vendit do të përjetojë një ditë pjesërisht të vranët me periudha të shkurtra diellore, veçanërisht gjatë mesditës. Rreshjet e shiut do të jenë prezente në shumë pjesë të Shqipërisë me intensitet të ndryshëm. Zonat bregdetare dhe jugore pritet të përjetojnë rreshje, krahasuar me pjesën veriore dhe qendrore të vendit. Në disa nga këto rajone rreshjet mund të jenë të konsiderueshme, veçanërisht në mbrëmje dhe gjatë natës, duke sugjeruar një ndikim të fortë të sistemeve të ulta atmosferike që lëvizin përgjatë rajonit. Era do të fry me drejtim verilindje jug-perëndim me shpejtësi mesatare 6 metër në sekond përgjatë zonave luginore dhe vijës bregdetare në jug në pjesën e parë të ditës, era hera erës me shpejtësi deri 10 metër në sekond. Valëzimi në det do të jetë i forcës 1 deri 2 ball.